Ndërsa ishim duke filmuar në vendin e shëmbjes së rrugës së Prekalit një javë më parë, bëritën mjetet e ndërhyrjes nga ndërmarrja e shërbimeve publike të Bashkisë Shkodër. Shëmbja e këtij segmenti mesurët së shtrenjtë e Prekalit ka izoluar për një javë jo vetëm këtë zonë, por dhe Pultin, Shoshin dhe Shalën e Dugaxhinit, të paktën për 10 ditë do vazhdojnë të izoluar. Banorët vendas tregojnë se gjatë këtyre ditëve janë përballur me vështirësi të shumta. Prishja rrugës probleme zonës tonë, fshatit Prekal dhe të Ushtret, i ka kushtuar problemet e në lidhjet tona me qytetin janë të shpunë si është shput kjo rrugë. Edhe për krahin e Dugaxhinit? Edhe krahin e Dugaxhinit, plus që këna një gjuhë se dhe 2 sheme tjera, 3 sheme janë plus kësaj sheme deri në Dugaxhin. Rruga ka shkaktuar shumë probleme për arsye se këtu bëhet një qarkullim jo i vogël. Pra, këtu është fshati Prekali bllokuar, një pjesë e Ushtret, komuna e Pultit, komuna e Shoshit edhe e Shalës. Pra, në këtë rrugë vazhdohet drejtim të thethit. Pra, janë shumë banor, plus kushteve atmosferike që janë shumë disfavorshme për lëvizjen e njerëzve. Pra, këtu e sipër askush nuk mundet me qarkullu as me një smur, as një lloj problemit ose furnizimet me ushqime për njerëzit e për blegdorinë. Energjia elektrike që kena pas shumë probleme gjatë kësaj periudhe, atë desht elektricistave pej këtu e sipër me shku në kam. Ka transformator Diegun Prekal që nuk mund të lëvizet për momentin, është desht me shtrin lija 2 fishta me ndrit, kështu që është me shumë probleme. Kërkesa e tyre është që qarkullimi i rrugës jo vetëm të përfundojë sa më parë, por dhe të mbahet në vëmendje nga ana Bashkisë Shkodër, pasi në këtë aks qarkullojnë dhe automjetet e tonazhit të lartë dhe ndërhyrja duhet të ofrojë siguri maksimale. Ky izolim ka 6 ditë mos u ka bosh 7 ditë. Pra, sa ra ishi i madh, kjo ka shkuar, plus asaj na ka bllokuar një kanal vadis që janë komplet fshati i Ushtret, që në themelin e asaj shemjet ka shem edhe kanalin që për ne pos këaj kanal edhe banorët e kanë shumë vështirë jetesën këtu. Kërkesa jonë është që vazhdojnë sa më shpejt e sa më mirë se dyja dhe cilësia këtu duhet, sepse këtu kalojnë edhe makinat të tonazhit nalt, me kamiona, cilësi, shpejtësinë sa të munden, kërkojmë që të vehet në eficiencë. Rruga Postribur e shtrenjtë Prekal kërkon mirëmbajtje të vazhdueshme nga pushteti vendor, pasi her pas here ka rrëshitur dherash dhe inerte nga malet. Gjithashtu prej shumë vitesh është folur për nevojën që në disa pika të rrezikshme të këtij aksi të realizohen shemje të kontrolluara nga inxhinierë me qëllim parandalimin e ngjarjeve tragjike që mund të vinë si pasojë e rrëshitjeve. Në këtë zonë të paktën një banesë është dëmtuar disa vite më parë nga rrëshitja e agurëve.